Luana, duhet të kemë kujdes nga personat mistik, nga shpirtërore të gjeni shpirtërore, ka një intuit fort, një energji të fort, besojnë shumë të universi, nga ana financiare do jenë të kompletuar, janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira, shikojnë drejt horizontit të largët, do bëjnë një udhëtime të gjatë dhe një largim nga vendbanimi ose një ndrim shtëpie nëse e kanë menduar. Moj, po ku do vetëm se ke nisur që javën e parë do bëj udhëtime të lartë. Ku do vete moj? Ku do vete? Unë s'kam marrë lekë të javës parë. Edhe me çfarë do bret. Dalë shikojmë çka ke thënë këtë javë, se mos Allah na qellon marrin këtë javë. Prit shikojmë çka po thua. Menduar Luanët. Ha. Por përgjithësi do jenë mirë. Në dashuri nuk shikoj pengesat e Luanët. Okay. Po në financa si... Financa do jenë të kompletuar. Lere. Kompletuar, si gjithmonë Luana. Si gjithmonë. E po dhe dashurinë e pas kanë kompletuar. Më po lere dashurinë ti më lere se të dashuria mi deri në gryk, mashallah zotit. Jemi deri në gryk. Pare, keq parë. Financa jemi mirë. Ku janë paret mëj? Do pesh udhëtimet gjata javën e parë, javë 2 turte. Na le pa punë, duke pritur në horoskopi. Na le pa punë. Udhëtimet gjata do ndrosh vendbanim. Udhëtimet gjata do ndrosh vendbanim. Kur do ndroj vendbanimin? Ku në hale do shkoj? Ku në hale do udhtoj? Po kam pa unë që ndjek horoskopin. Horoskop të le. 1-2 lek. Ku janë lekt mëj? Do udhtosh. Ku janë? Kështu mbajmë shpres kot nëve. Do udhtosh. Do udhtoj sytë e mi që dalin. Unë do lek, e thë du të tash. Bjerë lek të javës ka luar me. Se kem ke hy një javë lek borgjë.